Të nderuar besimtar, Ramazani është mundësi e madhe për të përfituar këshilla të dobishme për jetën tonë. Në këtë ligjerat, në këtë takim, do të flasim për një temë me titull Ramazani mes realitetit dhe obligimit. Përbëhet një krahasim mes asaj që duhet me qenë agjeruesin Ramazan, besimtarin Ramazan, dhe asaj në të cilin është në realitet. Pse e majmë këtë ligjerat? Për shkak të dallimit që është në mesin e besimtarve, mes asaj që duhet me qenë agjeruesi dhe asaj të cilin është agjeruesi, besimtari musliman në këto kohra. Të nderuar, duhet të dim se Ramazani është sezon e begative, mirësive dhe dhuratave të Allahut fuqiplot, të cilat ja jep besimtarit në Ramazan për të forcuar imanin e vet, për të shtuar takvallahun e vet, për të përforcuar kontaktin e tij me Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu dhul jalal: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju besimtar, ju është bërë detyrë dhe obligim agjerimi, ashtu siç ka qenë detyrë dhe obligim për popujt para jush, me qëllim që të bëheni më të devotshëm. Ai që analizon me vëmendje argumentet fetare që flasin mbi agjerimin dhe mbi urtësitë dhe synimet e agjerimit dhe krahason me realitetin e asaj që janë muslimanët, do të sheh dallim shumë të madh. Na, në këtë ligjerat me lejen dhe ndihmën e Allahut dhul jalal, do të mundohemi që t'i prekim shkaqet më dalluar që kanë shkaktuar këtë dallim dhe mënyrën për shërimin e kësaj gjendje. Shkaqet, pse ndodh kjo? Ka shumë shkaqe që kanë shkaktuar këtë gjendje. Miru po, ne do t'i përmendim më të dalluarat. E para është mosnjohja e objektivave dhe urtësive të agjerimit. Fatkeqësisht shumë musliman hyjnë në muajin e bekuar të Ramazanit, fillojnë agjerimin e Ramazanit, mlidhen në xhami për namazin e taravis. Mirë, po ata nuk e kanë kuptuar mirë, nuk e kanë kuptuar si duhet, edhe sa duhet urtësit, sekretet, synimet dhe objektivat e agjerimit e Ramazanit. Dhe kur njeri nuk e din pse agjeron, ku e çon agjerimi, çka arrin me agjerim, cili është synimi që don të çon ty agjerimi atje, normalisht që agjerim mbetet i mangët, mbetet i dobët, mbetet i paaft për ta krijuar ndryshimin e madh në jetën e besimtarit. Normalisht, dhe për këtë shkak Allahu dhul jalal vazhdimisht i thret besimtarët për ta njoft fenë islame, për ta mësuar fenë islame, për të pas detyrim mbi fenë islame. Dhe kjo është obligimi i parë, jo vetëm bësh ibadet, por ta dish pse e bën ibadetin. Sheikh Abdurrahman ad-Dusariu rahimullahu taala thot: nëse njerëzimi nuk e ka perceptuar urtësinë e ligjeve islame dhe fytyrët e tyre në dynja para se të shkojnë në ahiret, ato nuk do t'i zbatojë plotësisht ose ashtu si duhet. Pra, shikoni, kjo fjalë e këtij dietarit na tregon domethënë këtë që e themi. Njeriu nëse nuk ka detyrim mbi atë që e bën, nuk mund ta bën si duhet apo e lën të mangot. Cilët janë urtësitë e agjerimit? Do t'i përmendim shpejt për të nxit besimtarët që të mundohen të arrijnë këto synime dhe urtësitë të agjerimit. E para, të arrijnë devotshmërinë. Dhe kjo është përmend qartë në ajetin e agjerimit që është në surën Bakara, ajeti 183. Qëllimi i agjerimit është të arrihet devotshmëria. Thot Fakhruddin ar-Raziu rahimahullahu taala, agjerimi shkakton devotshmërinë, sepse me agjerim dobësohet epshi dhe pasioni. Largohet njeriu nga mendjemallësia, mburja dhe imoraliteti, i bën të pavlefshme lezetet e dunjas dhe pozita në dunja. Kjo ndodh për shkak se agjerimi e dobëson epshin e barkut dhe organit. Andaj që ai që shumë agjeron i bën të pavlefshme këto dy epshe dhe e ka më lehtë luftën kundër tyre. Në këtë mënyrë agjerimi e pengon njeriu
që të bëj harame dhe vepra imorale dhe të bëj vepra që nuk ka ndonjë peshë te Allahu subhanahu wa taala. E dyta, edukimi në durim dhe vullnet të çelikt. Normal, nuk është lehtë njeriu me agjeru. Në agjerimi do thot sabër, largim nga ngrënia dhe pirja dhe marrëdhënieve intime që nga mëngjesi deri në akşam, dhe kjo nuk është një ditë, por është 30 ditë dhe padyshim se kështu besimtari stërvitet në durim dhe në vullnet të çelikt të vetin. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka emërtuar Ramazanin muajin e sabrit, muajin e durimit. Pse? Sepse agjerimi në Ramazan e edukon njeriu në vullnet të çelikt për të frenuar efshin dhe për të larguar njeriu nga egoizmi i tij. Edhe normalisht se në këtë formë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam synon të bën terbije muslimanin që të jetë durimtar dhe i vendosur në jetën e tij. Njeriu gjatë agjerimit e detyron veten të duron në adhurimin ndaj Allahut, duke i respektuar kufit e Allahut që janë urdhnat dhe ndalesat e tij. Dhe për këtë shkak Allahu subhanahu wa taala ku flet për agjerimin, pasi përmend dispozitat, në fund thot tilka hududullah fala taqrabuha. Këto janë kufit që ka caktuar Allahu dhe mos ju afroni këtyre kufive. Do më thonë të mëson që të dish të ndalësh në kufit që ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala. Normalisht e frenon dhe e disiplinon njeriu në agjerimi për të nështruar urdhnave të Allahut vullnetarisht dhe duke shpesuar shpërblimin për Allahu subhanahu wa ta'ala. 3. Agjerimi edukon njeriu në dorëzim dhe në nështrim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Agjerimi nuk ndodh kur don ti, nuk e fillon kur don ti, po e fillon kur ta ka caktuar Allahu. E fillon atëherë kur duhet me fillua. Dhe këtë kjo e detyron besimtarin të jetë një krijesë e dorëzuar dhe nështruar madhnisë Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është elementi bazë i fesë. Andaj fjala el-Islam do thot el-inqiyadu wal-istislam. Fjala Islam do thot nënshtrim dhe dorëzim. Kujt? Allahut fuqiplot. Nëse njeriu nuk është i nështruar dhe nuk është i dorëzuar para Allahu dhul xhelal, imani dhe islami i tij janë të mangëta, dhe kjo në agjerim del në shesh në mënyrë më të mirë, sepse jep përparësi gjërave të dashura për Allahun para kërkesave të trupit të tij dhe para dëshirave të tij. 4. Krijon frikën nga Allahu dhe vetdijen se Allahu e mbikëqyr besimtarin. Normalisht kur ti agjeron, kush shef se agjeron? Ti mundesh të hash, mund të shtire se i agjerueshëm, në realitet mos të agjerosh. Edhe nga kjo kultivohet vlera e vetdije se Allahu e mbikëqyr njeriu dhe ai agjeron për Allah, dhe normalisht kultivohet edhe frika për Allahut dhe për ndeshkimit të tij. Agjerimi është adhurim i sinqert mes njeriu dhe Zotit vet, madje është një adhurim sekret mes tij dhe Zotit vet. Edhe kjo e edukon besimtarin që ta ruan këtë raport të tij të sinqert me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe këtë vjen dhe e vërteton hadithi ku Allahu dhul xhelal thot: kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi'u bihi. Çdo vepër e njeriu është për te përveç agjerimit, andaj ai agjerimin e bën për mua dhe unë e shpërblej në veçanti për te. Apo ka ardhur në hadithin tjetër: kullu amal ibn Adam yudha'afu. Çdo punë e njeriu shumë fishohet në Ramazan. El hasanatu bi ashri amthaliha ila 700 dhaf. Çdo e mirë shpërblehet 10 fish deri në 700 fish, ila ma sha Allahu azza wa jall, deri sa don Allahu subhanahu wa taala. Illa sawm, përveç agjerimit, fa innahu li wa ana ajzi'u bihi, sepse ai është enkas për mua dhe unë e shpërblej me shpërblim të veçantë atë. Yada shahwatahu wa ta'amahu min ajli, e braktis epshin dhe braktis ushqimin e tij për mua, thot Allahu dhul xhelal. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Thot Imam Ibn Kaimi rahimahullahu taala, duke komentuar këtë hadith: njerëzit mund të shohin lërjen e gjërave të dukshme që e prishin agjerimin. Mirë po, lërja e ushqimit, pijes dhe epshit për hir të Allahut është një gjë të cilën nuk mund ta shohin njerëzit. Edhe kjo është realiteti i agjerimit. Pra, do thot një vetdije e madhe se ti këtë punë që e bë, këtë Ramazan që e mbajt, këtë agjerim e bën vetëm për Allahun dhul xhelal
dhe për askën tjetër përveç tij subhanahu wa taala. Pra kjo është realiteti i agjërimit, siç thot Ibn Kaimi rahimahullahu taala. 5. Agjërimi e edukon besimtarin në koncentrim dhe përqendrim të zemrës dhe mendjes në meditim rreth asaj që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Nëse ushqimi, pija, biseda, gjumi, përzierja e tepruar me njerëzit e dekoncentrojnë njeriu dhe ndërpresin nga udhëtimi i tij drejt Allahut, e dobësojnë apo e pengojnë udhëtimin e tij, e ndalojnë mëshirën e Allahut ndaj robëve të tij, atë prej mëshirës së Allahut ka qenë që agjërimi të jetë largim nga ushqimi i tepruar, të jetë largim nga përzierja me njerëz, të jetë largim nga epshi i tij. Gjithë kjo që të udhëtimi i tij drejt Allahut, ecja e tij drejt Allahut të jetë më e shpejtë, të jetë më e sigurt, të jetë më stabile. Andaj ka caktuar adhurime tjera gjatë Ramazanit përveç agjërimit, siç është itikafi, namazi i natës, duaja, leximi i Kuranit, me qëllim që ta largon njeriu nga gjërat e kota, nga bisedat e kota, nga gjumi, nga përzierja me njerëz, se s'ka vakt, s'ka kohë. Ai për mi bë këtë ibadete i duhet kohë, andaj nëse ai mirët me muhabet në për kafe, në për çajtore, rrin noda në shtëpi në për muhabete, shikon televizor, ai ku ka me lexu Kur'an? Kur ka me bë dua, kur ka me bë dhikr, kur ka me bë ibadetet e lloj-llojshme që i ka Ramazani. Andaj agjërimi do thot, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnah wa husnu hasinu min an-nar, agjërimi është mburojë dhe fortifikat e fuqishme kundër zjarrit të xhehenemit. Këtë hadith transmeton Ahmedi me sanad hasan. E ka llogaritur si fortifikat e besimtarit për disa shkaqe, sepse dobëson epshin e tij. Pastaj ja ngushton shejtanit kanalet e qarkullimit të tij. Pastaj domthon këtë kjo e bën besimtarin domthon që të ketë kontroll mbi veten e tij dhe mos lejon që shejtani të ndikon tek ai. 6. Ramazani ja mundson besimtarit që të kupton begatit që ka dhënë Allahu të pasurit dhe të kujton gjendjen e të varfërve. Pra solidarizohet me fukarat. Sot kur ti rrin unë gjithë ditën, e merr vesh ka dhe më thonë edhe ai tjetër që s'ka dhe rrin unë edhe jashtë Ramazanit. Sot kur ti s'ki me pi, e merr vesh ka dhe më thonë etja për atë që s'ka me pi edhe jashtë Ramazanit. Kur ti e lën ushqimin, e lën lezetin e dunjos, e kupton se dikush sot e ke lënë ti pse Allahu ka urdhëruar, e dikush e lën edhe pse s'ka. Pra kujtohen të varfërit, edhe ti mundohesh pastaj me qenë solidar me te, human ndaj tyre, me qenë bamirës ndaj tyre. Normalisht në anën tjetër edhe fukaraja e shef dobin që ja sjell ki muj atij. Edhe normalisht gëzohet ti mujt, edhe pasaniku, edhe i varfëri, edhe bën të përbashkët të një niveli në këtë ibadet, edhe pasaniku, edhe i varfëri, pra nivelizohet shtresat e shoqërisë. 7. Agjërimi e forcon trupin dhe jep shëndet, edhe këtu ka domethënë sqarime të shumta të lloj-llojshme që kanë treguar dietarët musliman dhe shkencëtarët e mjekësisë se agjërimi domethënë të ndihmon në sistemin e tretjes, në sistemin e qarkullimit të gjakut, në punën e dhomëve, në punën e sheqerit, në shumë aspekte është një ripërtrije e tërë trupit tanë dhe normalisht del nga agjërimi me shëndet më të fortë. Dhe nuk është e vërtet ajo që e thënë disa njerëz se gjatë agjërimit dobësohet shëndeti ose domethënë ligështohet, por agjërimi e forcon. Edhe nëse është nxehtë, sikur sa është tash verës, edhe nëse domethënë është ftoft, kurdo që agjeron, agjërimi është ripërtrirje e trupit dhe shëndetit tanë. Pra, këto janë disa prej synimeve të agjërimit. Andaj e para du të kemi parasysh se këtë të bereqetet i sjell agjërimi. Kur të agjërosh, ti kesh parasysh, të mteken, të kujtohen. Edhe kështu kur të agjërosh, kjo agjërim kanë qenë ndryshe për agjërimi që e bën pa këto elemente. E dyta, domethënë pse ndodh që agjërimi mos ta luajë rolin e vet si duhet në jetën e besimtarëve, se një pjesë e madhe e njerëzve agjërimin e bëjnë vetëm se çka të ka me lon, mos ha, mos pi, mos ki marrëdhënie intime. Dhe mendoj se kjo është krejt ajo që kërkon Allahu Dhul Xhelal për besimtarëve. Dhe mendoj se me këtë e kryen obligimin e agjërimit, dhe se me këtë ata janë agjërues të mirë dhe si duhet. Mirë po, ata harrojnë se agjërimi përveç se
abstenimit nga ngrënia dhe pirja dhe marrëdhëniet intime, që nga agimi i mëngjesit deri në iftar, në akşam, nuk është vetëm, por ka edhe disa detyra tjera që duhet t'i bën besimtari në Ramazan. Për tyre, për shembull, namazi teravis gjatë Ramazanit është një vepër e mirë e madhe. Ti që agjeron, mos e lën namazin 5 kohët e namazit, por edhe taravin, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush e fal namazin taravis gjatë Ramazanit, duke besuar në Allahun dhe duke shpresuar shpërblimin prej Allahut, i falen mëkatet që ka bërë më herët. Pastaj, për veprave të mira është umre në Ramazan. Kush ka mundësi, kush ka pasuni, e përgatit veten, edhe mundohet që 10 ditë e fundit të Ramazanit i kalon në Mekë, në Kabe, duke bërë ibadet Allahun atje, duke kryer umrën, sepse umra në Ramazan ka një shpërblim të veçantë, për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Al-umratu fi Ramadan ta'dulu hajjatan aw ka hajjatun ma'i." Umra në Ramazan shpërblet si një haxh, apo shpërblet si një haxh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra domosdoshmë shpërblimi që ka shumë i madh, andaj besimtari duhet me planifiku edhe umrën në Ramazan. Ai që ka mundësi, kush ka mundësi, vazhdon me ibadete tjera që i bën në vendin e tij. Ngjallja e natës së katërt me ibadete, domosdoshmë këtë çdo natë neve mbetemi gjatë kohë çut për shkak të taravis apo për shkak të muhabeteve që bën. Natën e katërt duhet me kalu tërë natën në ibadete, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush e kalon natën e katërt në ibadete, duke besuar në Allahun dhe duke shpresuar shpërblimin prej Allahut, i falen mëkatet që ka bërë më herët. Pastaj, përpjekja me adhurimin 10 ditët e fundit, domethënë se është ka funi, tash e shton intensitetin e veprave të mira. Thot Aisha radhiyallahu anha, kur hynin 10 netët e fundit të Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ngjallte tërë natën me adhurime, e zgjonte familjen dhe e shtrëngonte brezin apo ushkurin e tij. Që do të thonë, e shtonte intensitetin dhe sasinë e ibadeteve në 10 netët e fundit. Pse? Po përfundon Ramazani, po shkon kjo sezon, po shkon kjo mundësi, ta shfrytëzojmë sa është tek ne me ibadete dhe vepra të mira. Gjithashtu, për veprave të mira është itikafi. Itikaf do të thonë me hyrë në xhami dhe mos me dalë prej xhamisë 10 natë e fundit të Ramazanit. Xhamia ku falet xhumaja, xhamia ku falet bajrami. Pse kjo ndodh? Që besimtari ta shfrytëzon rastin të vetmohet me veten e tij. Të fillon të llogarit veten e tij. Të shkon punët e veta, të mirat më njon, të këqijat më njon. Ta shef cilit i ka më shumë. Ai ka më shumë të mirat, ai ka më shumë të këqijat. E fillon të pendohet për të këqijat, e të planifikon se si të shton të mirat. Andaj itikafi është sunet që e ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me qëllim që të largohet njeriu prej punëve dunjas, të vetmohet me Allahun dhul xhelal, edhe të krijon një raport të ri me të, të bën një marrëveshje të re me Allahun që jashtë Ramazanit dhe jashtë itikafit të bëhet shumë më i mirë se sa ka qenë për Ramazanit apo gjatë Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë 10 ditëve të fundit të Ramazanit bënte itikaf, edhe nuk e lente këtë gjë t'i kalon ashtu. Imam Zuhriu rahimahullahu taala thot: "Çudi me musliman që kanë lër itikafin, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nga dita që erdhi në Medinë e derisa vdiq nuk e la ata." Dhe alhamdulillah na e shohim tani veç ka fillu të ngjallët ky sunet në mesin e muslimanëve tonë, edhe se një kohë ishte praktikisur. Tani ndëgjojmë që Ramazan dikush prej të rive që ndron në xhami, në këtë xhami apo në xhami, me rëndësi është që këtë sunet me ngjall që me bë terbije veten tonë. Jo me shkon itikaf aty me bë muhabet. Mu mbledh 5-6 veta edhe me bë muhabet, e me bë gibet, e Zotin na rujt me bë shpifje trillime. Jo, qëllimi i itikafit është se cili me marr një qesh, me marr një mushaf, me marr domodin një lapsë një fletore, e me bë analizë veten e vet, e me bë ibadet Allahun subhanahu wa taala. Dhënia iftar agjeruesve është për veprave të mira. Është adet i mirë në familjet tona. Në Ramazan i ftojmë farefisjen dhe familjet në iftare. Kjo është sunet i mirë. Duhet me vazhdu, edhe se vap ka në këtë vepër të madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Man fatara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ghayra annahu la yanqus min ajri sa'imi shay'a." Ai që jep iftar agjeruesit ka sa shpërblimi i tij, edhe pse atij nuk i paksohet as pak shpërblimi i agjerimit të tij. Domethënë, nëse unë i thirr në iftar 10 veta,
e marr sevapin e 10 agjëruesve, pa ju paksu as pak sevapi atyve. Nëse i thirr 20 të 20-ve, e kështu me radhë. Kjo mundësi ekziston me ftesën në shtëpia tona, dhe kjo është më e mira. Dhe ekziston në mënyra tjera. Për shembull, organizimet kolektive të iftarit, shkon ti jep për shembull 100 euro apo 200 euro, thu unë për këtë parë do t'i ushqej për shembull 10 apo 15 apo 20 agjërues, edhe kjo padyshim domethënë llogaritet si dhënia iftar agjëruesve. Shtimi i leximit të Kuranit është për veprave të mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht lexonte Kur'an, e në Ramazan e shtonte, bile çdo Ramazan vinte Xhibrili alayhis salam dhe ndëgjonte Kur'anin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në Ramazanin e fundit para se me vdek, 2 herë e lexoi Kur'anin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para Xhibrilit alayhis salam, për çikue mos vallë mund të ketë ndonjë gabim, edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si e mirë të shpallën, ashtu edhe e kuptonte të tjerëve. Thot Imam Buhariu rahimahullahu taala nga Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, i cili thot: "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadu an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Quran فلرسول صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من ريح المرسلة. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më bujar, edhe më bujar ishte në Ramazan kur takohej me Xhibrilin alayhis salam, para të cilit e lexonte Kur'anin, dhe kur takohej me Xhibrilin alayhis salam bëj edhe më i mirë edhe më bujar se sa era që bën planimin dhe që sjell bereqetin. Gjithashtu për Kur'anin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "As-siyamu wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamati." Kur'ani dhe agjërimi do të ndërmjetësojnë për njeriu, për besimtarët ditën e Kiametit. Ka me thonë agjërimi: "O Zot, e largova nga ngrënia dhe pirja, andaj lejo që të ndërmjetësoj për te." E Kur'ani ka me thonë: "O Zot, e largova nga gjumi, lejo që të ndërmjetësoj për te." Dhe kanë me ndërmjetësu, do më thonë kanë me letue jetën e ahiretit besimtarit që ka agjëru dhe që ka lexu Kur'an. Sadakaja, dhënia lëmosh, zeqatin, shumë njerëz e lënë në Ramazan, dhe kjo është mirë, dhe është mirë që sa më shumë të japim sadaka dhe të japim zeqatin. Thot Imam Shafiu rahimahullahu taala: "Wa dëshiroj muslimanëve që të shtojnë bujarin gjatë Ramazanit në shenjë të pasimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe për shkak të nevojës së njerëzve dhe për shkak të angazhimit të shumicës së tyre me agjerim dhe namaz." Se shumë njerëz mirën me agjerim dhe namaz, ti shtojë edhe një vepër të mirë, ajo është sadakaja, nimohu atyve që janë të varfër. Na ndëgjojmë se në prag të Ramazanit ka tregtar, ka biznesmen që mbledhin pasuri dhe bëjnë pakete dhe mundon fukara. Dhe kjo është punë e mirë, dhe kjo duhet me vazhdu. Secili farefisin e vet, koshillukun e vet, ati ku ndëgjon është mirë me ndihmue, me egzu muslimanin Ramazan, mos me met i vetmum ai me fukaradhën e tij në Ramazan, me tregu se edhe ai është pjesë e këtij ummetit, edhe se bashkë me muslimanët e tjerë me egzu këtë Ramazan me ibadet. Duaja në Ramazan është vepër e mirë që nuk duhet me lënë mas veti. Në ajetet e agjerimit mes tyre është fut ajeti duas, ku Allahu dhe thot: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun." E kurobt e ti, kurobt e mi të pyesin ty o Muhammed, thuaj jam afër tyre, u përgjigjem lutjes së lutjeve kur bëjnë ata, andaj le të besojnë në mua dhe le të përgjigjen kërkesave të mia nëse dojnë të udhëzohen. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vërtetuar këtë, se në Ramazan besimtari agjërues ka dua që nuk i refuzohet, duke thonë: "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Tre njerëzve nuk ja kthen prap duan Allahu dhul jalal: "As-sa'imu hina yuftir", agjëruesi kur han iftarin, wal imamu al-adil, imami i drejt, kryetari i drejt, udhëheqësi i drejt, dhe e treta wa da'watul mazlum, dhe duaja e atij që është bozullom. Pra këtyre tre njerëzve Allah nuk ja kthen prap duan. Andaj në iftar e ke një dua. Mos e kalo kohën në muhabete, në shikim të televizorit, por nalu ngreti durt dhe bën dua. Lip e Allahu dhul jalal, lip e të mirave të dunjas dhe të ahiretit, lip iman, lip shëndet, lip udhëzim, lip khair, lip të mira, lip bereqet, lip përparim, ecje përpara, lip bashkim, lip largim të veseve dhe degenerimin nga populli dhe rinia e popullit ton. Pra lip çka duhesh, se te Allahu ka edhe më shumë. Sa të lipish ti, sa do që të jetë shumë për ty, te Allahu ka edhe më shumë, insha Allahu taala.
Shtimi, pendimi në Ramazan është vepër e rëndësishme dhe e mirë. Shumë njerëz e kanë vendosur me ndryshu jetën e vet në Ramazan. Ndoshta ti që si e fal për Ramazan, vendoset Ramazan me qenë 5 vakte namaz. Nëse ti ke bën haram jashtë Ramazanit, vendose që nga ky Ramazan mos ta bësh atë haram. Nëse ti e nderuar motor, ke qenë pa shami deri këtë Ramazan, vendose që nga ky Ramazan me qenë me shami, me qenë besimtare e ndershme, e moralshme, e cila e zbaton urdhin e Allahut dhe nuk jepi atyre që vepron vepra që i dhen Allahu subhanahu wa taala. Pendohu për të gjitha mëkatet në Ramazan, se është një shans e mirë që mund të lahen gjunat edhe të fitosh rahmetin e Allahut dhul xhelal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ragimu anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu." I pa fat është ai njeri që hyn Ramazan e nuk i falen gjunat derisa del Ramazani. Andaj Ramazani është shans i faljes së gjunave, shans i pendimit për gjunave tona, shans i ndryshimit të jetës tonë me shfryzu këtë Ramazan. Gjithashtu me shtu adhurimin dhjeqin e fundit, sikur se përmendëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ngjallte dhjeqin e fundit me ibadet, e zgjonte edhe familjen e vet, jo vetë, po edhe familjen e vet. Andaj kemi në detyrë dhe obligim që agjërimin edhe fëmijët e tonë me i thirr në agjërim, që në namaz edhe fëmijët e tonë me i thirr, që në taravih edhe fëmijët e tonë me i marr, që edhe vajzat tona me umblu me shami sikurse nanët e tyre, që dal ngadalë të gjithë familja me qenë në hijen e fjalëve të Allahut dhe në hijen e porosive të pejgamberit alayhis salam, që me jetu tërë familja me kënaqësi me këtë fe, kënaqemi na me këtë fe, kënaqemi na me Allahun ton, që edhe Allahu të kënaqet me ne. E treta, domo këto janë veprat e mira, domo nuk është vetëm me lënë, por edhe me bë. E treta, njeriu domethënë nuk e ndin ndikimin e mëkateve në agjërim. Ka njerëz që domethënë nuk e ndin ndikimin e tyre, a mëkatet kanë ndikim. Kur je mushti me gjunahe, e ki më vështirë me e shiju kënaqësinë e agjërimit, apo me ndiku agjërimin. Pse? Se gjunahet bëjnë perde. Gjunahet bëjnë një shtres në zemër, e mblojnë zemrën. Edhe drita e ibadeteve, drita e Ramazanit, drita e agjërimit nuk mundet me depërtu në zemrën tonë. Se është ai llomi që e zën e pengon. Andaj ki nevojë që për shkak për Ramazanit hoxhallarët kanë folë dhe kanë sharu që përgatitje për Ramazan. Pendohu, llogaritë veten, lëni gjunahet që të pastrohet ai llomi për zemrën tonë e depërton ndikimi i ibadeteve më shumë në zemrën tonë. Allahu subhanahu wa taala tregon: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Çdo gjuna, çdo fatkeqësi që ju ndodh, dini se ju ndodh për shkak të punëve që keni bërë me duart e juaja, wa ya'fu an kathir, edhe pse Allahu shumë gjanën e fal. Pra, kur ta shef se speshion ambëlsinë e agjërimit, ambëlsinë e ibadetit, ambëlsinë e kënaqjes me Allahun dhul xhelal, dije se kjo është për gjunave tuja. Ti e ke meritue, andaj pendohu, ndryshoje jetën tonë, do të shofsh shijimin e gjërave ndryshe ka me qenë, do të shosh adhurimin ndryshe, do të jesh më i lumtur me Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu besimtari duhet me ditë se agjërimi do të nëse bën ti gjuna gjatë Ramazan të paksohet sevapi i agjërimit. Ashtu si shtohet sevapi me vepra të mira, ashtu gjunat të paksojnë sevapin e agjërimit dhe të shtohet gjunaj. Për këtë shkak domethënë mundet me të metë për agjërimit tanë vetë se lodhja, vetë se uria, vetë se etja, vetë se inzeti, e mos në vidu kur gjote Allahu subhanahu wa taala. Nëse ti nuk largohesh prej gjanave të këqija, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ruba sa'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wa ruba qa'imin laysa lahu min qiyami illa sahr." Sa agjërues nga agjërimi nuk marrin përveç se uris dhe nga namazi taravis nuk marrin asgjë përveç se lodhjes. Pse? Pse nuk e bën si duhet, nuk e bën sinqerisht, nuk e bën duke i nështruar madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vërtetuar këtë dhe ka thonë: "Men lam yada qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Kush nuk i lën gënjeshtat dhe veprimin sipas tyre, Allahu nuk ka nevojë që ai të lën ushqimin dhe pijen e tij. Pra qëllimi i agjërimit që ka fisnikrim i shpirtit, që ka me ecë përpara, mu bo më i ndershëm, më i moralshëm,
ma i devotshëm, ma i mirë, ma me edukat, ma me sjellje. Nëse kretë këto nuk arrijen, dije se domethënë ai agjerim ose ai vepër mund të shkon bosh, Zoti na ruaj. Çështja tjetër që duhet të flas për me pa dallimin mes asaj ku duhet me qenë edhe asaj ku jemi. Disa gabime që i bëjnë agjeruesit. Shembull, harxhimi i tepruar në Ramazan. Haj se jemi unt edhe sofrën e iftarit e shtrojmë me lloj-lloj ushqime sa s'ka nevojë. Nëse janë lloj-lloj ushqime të nevojshme s'prish punë, ama çdo teprim është haram. Andaj Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Hani dhe pini dhe mos e teproni, se Allahu nuk e don ata që teprojnë. Andaj teprimi në ushqim është i ndaluar. Për këtë shkak edhe këtu ka një sunet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që kur e fillojmë iftarin me fillu me hurma apo me ujë që më enazon lukthin dhe mos më hangër tepër e pastaj mos më mujt më fal. Për këtë shkak mos më harxhu shumë në Ramazan pa nevojë. Mos me se ndodh që ndodh në Ramazan harxojmë më shumë se sa jashtë Ramazanit. Dikush thot po ja vlen se Ramazan është. Tamam, ama ti je i matur dhe mesatar të gjitha muajt, edhe Ramazan gjithashtu, mos më harxhu sa s'bën, se kjo nuk është domethënë terbie e mirë, nuk është punë e mirë, se funi fundit innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin, se ata që harxojnë pa nevojë, ata që harxojnë me tepris janë vllazët e shejtanit, siç thot Allahu dhul xhelal. E dyta, gabim, nejm gjithë natën qut, e gjithë ditën flejm. Me konë si rrim qut duke lexuar Kur'an, në rregull, duke dhënë nasihat në rregull, duke bë dhikr në rregull, duke vizituar falefisin në rregull, ama rrim mohabet në për kafe, në për çajtore. Ajo nuk është dukuri e mirë. E pas e gjithë ditën flejm, jo. Besimtari, muslimani i cili agjeron edhe punon, si të ka nevojë për punë. Normalisht ai që merr pushimin ndoshta pushon kur don, por qëllimi është që natën mos me kalon muhabetet kota. E ditën pastaj ngjum, e kështu që mos me hetu ti ajet agjeroshëm apo jo. Qëllimi i agjerimit është pak edhe mu lodh, pak edhe me nditi lodhën e agjerimit për me kuptuar ato të mira që i përmenda pak më herët. Ama gjum ditën e muhabet natën, e kështu 30 ditë, kështu secili e bën agjerimin. Po ibadet natën, e punë ditën dhe agjerim, kështu është agjerimi plot dhe kështu kanë agjeruar muslimanët, edhe baballarët e tanë, edhe gjyqet e tanë, dhe elhamdulillah Allahu ka dhënë bereqet në jetën e tyre, në familjen e tyre, e inshallah i shpërblen edhe me xhenet pas vdekjes së tyre. Gjithashtu prej gabimeve që i bëjnë agjeruesit është lidhen me dunjon Ramazan, e harrojnë ahiretin. Domethënë tregtari me tregtinë e vet. Ai tjetri domethënë me shitje blerje. Tjetri domethënë me programe, e kështu me radhë. Nuk harron se Ramazani ka ardhur me ta kujtuar ahiretin. Agjerimi si ibadet ka ardhur me ta kujtuar, domethënë sakrificën. E tash ti duhet pak milion të punë anash të tregtisë e të dunjas e më udhon në ibadet më shumë. Me lezu Kur'an, me bë dhikr, me bë dua, me vizu falefisin, me dhënë sadaka. Kjo është qëllimi. Andaj dikush heq se ndron tertibi, nisoj. Punë dunjoje nisoj, jo. Se s'mundesh me çdo dyjat. Andaj tash e ki 11 muaj ki pas me punu për dunja. Kur kush s'ka ndryj. Tash e ki pakës lënë këtë muaj ta kalosh në ibadet më shumë që të fitojsh energji imani jot, që të akumulohet energji të imanit tanë, që me të majt gjallë edhe 11 muaj tjera deri në Ramazanin e ardhshëm. Pika tjetër që ka të bën me gabimet e agjeruesve është përzierja me njerëz që dembela, njerëz pa punë. Njerëzit domethënë që nuk kanë projekt ose plan në jetën e vet. Ai rin kafe ti me ten kafe. Ai shkon me kir futboll ti me te futboll. Ai shkon çarshi ti me te çarshi. Jo. Ti ki plan në Ramazan. E din ti se kur e fal sabahun me xhamat. E din se kur lexon Kur'an. E din kur e bën dhikrin. E din kur bën dua. E din kur e viziton falefisin. E din kur bën bamirësi ndaj nanës edhe babës. Domethënë ti ki plan program me vepra të mira. Ti nuk i ko me humbë në Ramazan. Nëse dikush ka ko me humbë, le të humbe. Nëse ti pas shok në ngusht, ti merre me vetin punë të hajrit. Nëse ai s'vjen me ty, ti mos shkon me te. Fatkeqësisht kjo po ndodh. Na nuk mundam i marr ata kanë, ata po na marrin ata me veti. Dhe kjo është gabim padyshim. Gjithashtu ndodhin gabime në namaz, në ibadete. Për shembull, e vonojmë namazin. Nëse me fal në vakt, na zgjumi dreka, e falin para iqenie. Domthon ibadetet mos më vonu pikë kohës vet. Me fal namazin në vakt. Pastaj domthon
taravin me fal për qefi kadal. Ku të ka mundësi, duke e fal me imamin deri në fund për me fitu sevapin. Pastaj puna e itikafit, sikur se përmendëm, shkon dikush bën itikaf, po aty mbledh bën muhabet. Jo. Itikafi është për mu vetmu, jo me bë muhabet. Pastaj dikush angazhohet në shumë punë, e asnjë punë s'e bën tamam. Angazhohet në çaq punë që mundesh me bë tamam. Pa i lënë noksan, pa i lënë të mangëta. Normalisht edhe këtu mediat e bëjnë vetën. Do të kishim dëshirë të madhe që mediat tona të ndihmojnë, sikurse ka do media lokale që ndihmojnë, që ka emisione fetare në Ramazan, po dëshirojmë që të gjitha që janë media që i dedikohen këtij popullit të ndihmojnë në ngritjen e vetdijes fetare të popullit me emisione të ndryshme fetare, kontaktive, qofshin në kohën e iftarit, apo pas taravis, apo në kohën e syfirit, apo gjatë ditës, programe të lloj-llojshme për fëmijë, për gra, për xhamatin përgjithësi, që të kemi emisione të lloj-llojshme që xhamati domethënë të mëson gjëra që ka nevojë për to, edhe normalisht ditë ditës bëhet më i mirë sa ka qenë. Gjithashtu, çka është shërimi i kësaj? Si të bëjmë shërimin e asaj që jemi, e të mrim të ajo që duhet me qenë në agjerim. Janë disa pika të shkurtra, po janë rregulla gjenerale që nëse i zbatojmë me lejen dhe ndihmën e Allahut dhul xhelal, do të jemi më të mirë edhe do të arrijmë atje ku duhet me qenë. E para është hoxhallart, ulemat, duhet me lut rolin e vet. Duhet me dhënë kontributin e vet. Nuk duhet munal duke dhënë këshilla, nasihate dhe porosi. Ata duhet me orientu umetin islam e umetin tonë në këtë vend ka e mire e dunjos edhe ahiretit. Elhamdulillah, sot hoxhallart e kemi malet. Pse bibliotekat e kemi rast me libra. Kompjuterat e kemi rast me libra. Mjetet e komunikimit i kemi, elhamdulillah. Përpara nëse është marrë një ders, kush ka qenë në xhami e ka ndëgjuar dersin. Kush ka qenë s'ka mujt. Tash kemi mjetet e incizimit, audio, video, mbetet arkivohet. Kemi, domethënë, mjetet e komunikimit televizore, radio, internet ku ato mund gjithashtu të emitojnë. Pra domethënë sot kemi mundësi me u drejtu xhamatin shumë forma. Andaj duhet me shqyrtu të gjitha format, me duhet të xhamat. Edhe kjo që e flasim në këtë ligjërat është njëjtë domethënë për asaj që japim kontribut për ta shtuar vetdijen. Dhe hoxhallar duhet gjithë kanë xhamia, ku janë imam, ku janë hatiba, ku janë vaiza, në katunët e veta, në qytetet e veta. Çdo ku janë të japin një rastit të veçantë për zgjedhjes së temave, mënyrës së ligjërimit, argumenteve gjatë ligjërimit, se kjo e bën domethënë materialin më me ndikim dhe me pesh në mendjen dhe zemrën e besimtarëve që i ndjekin hoxhallarët dhe ulemat. E dyta, muslimani duhet ta kupton realitetin e vazifes detyrës së vet në jetë. Pse ka ardhur këtë dynjë? A ka ardhur me hangër dhe me pi vetëm? Apo ka një rol dhe mision për cilën e ka dërguar Allahu dhul xhelal. Allahu subhanahu wa taala tregon Kur'an dhe thotë: "O ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Njerëzit edhe e gjinat kanë kriju për asnjë qëllim tjetër, vetëm se Allahun me bëj ibadet. Andaj qëllimi i njeriut në dynjë është me bëj ibadet Allahun. E do të më shfrytëzoj të gjitha shansat dhe mundësitë për të realizuar këtë qëllim dhe këtë mision. Mos milon mangët dhe masdore adhurimet që i ka kashë Allahut, që s'do më thon me lën dynjën. Sepse Allahu xhallahu ka krijuar një mes interesant dhe ka thonë: "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah." Ma atë ka thonë Allahu prej dijes dhe mundësisë synoj ahiretin. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, dhe mos e haro hisën tonë në dunjë. Do më muslimoni e bën një mes të ardh, mundohet me dhënë kontributin e tij në zhvillimin e jetës së dunjos, por nuk e haron qëllimin që ka, në të cilin duhet me mbri adhurimin dhe Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, e treta është që të gjithë na duhet të punojmë për të ngjallë në mesin e muslimanëve, domthonë shpirtin e ndjekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe udhëzimit me udhëzimin e tij. Nëse dojna me ditë si bëhet një musliman i mirë, i themi na mëso atë që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe bëne atë që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ndjek rrugën e tij, do të bëhesh musliman i mirë. Fatkeqësisht neve shpesh na ndodh që pyesim për të gjëra, do të kur bëjmë muhabet për shembull për taravin, pyesim sa rrecate është taravia, a 8 a 20. Nuk pyesim
Kur si e ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam taravih, si e ka fal pejgamberi sallallahu alaihi sabahin, si e ka agjëru pejgamberi sallallahu alaihi Ramazanin, si e ka kalu Ramazanin, si e ka kry haxhin. Andë këtë të ibadete në pyetjen e parë duhet me parashut si i ka bo këto gjëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ta mësojmë se si i ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë edhe të mundohemi ta ndjekim atë, atëherë padyshim se do të jetë agjërimi jonë në nivel shumë të lartë, edhe do të jetë ashtu siç duhet me qenë besimtari gjatë agjërimit. Dhe porosia e fundit e katërt, të gjithë na hoxhallar, intelektual, prind, haxhiler, mjetet e informimit, media, interneti, shkrimtar, gazeta, këtë na duhet bëjmë bashkë për të ndihmuar këtë popull me ecë përpara, me ngrit nivelin e besimit, nivelin e vetdijes fetare, nivelin e edukatës, nivelin e moralit, nivelin e nderit, nivelin e kontributit, nivelin e arsimimit. Të gjithë na bashkë mujna me bo shumë, ama vetë askush asgjë s'mund me bo. Andaj, domthon këta janë 4 pikat që janë shërim i kësaj gjendje të padëshirueshme që fatkeqësisht gjendet në mesin e muslimanëve gjatë Ramazanit. Nëse dojmë një Ramazan shembullor, një agjërim shembullor, një agjërim të mirëfillt i cili shkakton ndryshim jetën tonë, duhet të kemi parasysh këto gjëra të nderuar vëllezër që e përcjellni këtë ligjat. Lutim Allahun xhelal na ndihmon që të kalojmë këtë agjërim si është më mirë. Të kalojmë këtë agjërim ashtu siç e kërkon Allahu. Të arrim që në këtë Ramazan të fitojmë kënaqësinë e Allahut. Të arrim këtë Ramazan të i baktisim gjunahet dhe veprat e këqija dhe të dalim nga ky Ramazan të ndryshuar në mendjen tonë, të ndryshuar në zemrën tonë, të ndryshuar në jetën tonë dhe sjelljen tonë, dhe kështu padyshim do të fitojmë rahmetin e Allahut në dunjë dhe të fitojmë xhenetin inshallah në ahiret. Zoti ju shpërblet për momentin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.